Po puna be farz që s'm po dal më fal. Edhe ato që punojnë shumë, një pyetje kanë generale, rregullisht ti zonë xhallar të ngushtë. Hoxha, është puna farz. Puna është farz mas kryerjes farzit Zotit, mas i ta falsh namazin. Çka i shka s'falet haram e ka dhe punën. Haram e ka dhe ushqimin, haram e ka dhe jetën, krejti ka haram. Një njerëz ka se madhnon Allahun dhe nuk i bën sejdë Allahut, dhe knena në tezë gjithë ditën ma bën farz, kompira me shit, a farzin e Allahut e nënçmon, a njeriu është i poshtër. Ato tamam 15 shejtani kanë hyrë mrena dhe munohet më marsjetu mu, se unë jam shumë punëtor, Allah i don punëtorin. Allah nuk i don se jahudit janë punëtor, ama janë jahudi dhe shkojnë në xhenem. Ti madhnoje Zotin, falë namazin, krye farzin e Zotit, pasanena krye farzin e punës, ç'ish po thotë ti. Kërkimi halalit, jo gjithë ditën më mnet ka 12 saati mund tez, as ki vak 25 minuta sejdë dhe mi ba Zotit subhanahu wa taala. Prandaj mos mashtrohet. Kërkimi halalit është obligim në formën dhe në cilësinë e duhur. Kjo është temë në veti, në pikat shkurta. Hoxh, pejgamber që kanë jetu, edhe pejgamber kanë qenë në pazar. Edhe Allah e ka përmend këtë punë në Kur'an. Edhe Allah i këtë pejgamber na ka thënë irnek. Irnekin më të mirë Muhammed Mustafa alayhis salam, al-anbiya wal mursalun qudwatun fi kasbi ar-rizq. Irnekin më të mirë kanë pas pejgamber të Allahut. Thot Allah në Kur'an: "Wa ma arsalna qablaka min al-mursalin." Ne i kemi thënë mursalin pejgamber të Allahut illa annahum liakuluna ta'am. Amo kitin kanë njerëz kanë hangër ushqim. Kanë pas nevojë për rizq, për me hangër, dhe ata kanë hangër. Wa yamshuna fil aswaq, dhe kanë hesna për pazar. Edhe kanë punu. Edhe kanë dikush u kon çoban, ka rujthan Musa alayhis salam. Muhammed Mustafa alayhis salam. Ai qetri Zakaria alayhis salam ka qenë, do të thotë mjeshtër, ka prej drun, ka zdrugtar ka qenë. Ai qetri ka qenë robaçeps. Ai qetri ka qenë Davud alayhis salam, i ka qenë i cili ka ndreq pancira, gjyksore edhe shpata. Edhe plot pejgamber tjerë kanë bërë vepra. Prandaj edhe ato kanë punu, ama ibadetin se kanë lanë. Prandaj mos e arsyeto veten me punën e dynjas, me lanë meselën e ahiretit. Prandaj pejgambert e Allahut, edhe ata kanë qenë pejgamber, po kanë punu dhe kanë lypur rizikun halal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma akala ahadu ta'aman", nuk e ka hangër dikush ushqimin asnjëherë më të mirë se ajo dorë e cila punon dhe ushqen veten. Dora më e mirë është dora e cila punon dhe fiton halalin. Jo më në gjithë ditën, ose në gjithë ditën në xhami, jo s'ban gjithë ditën në xhami. Ne në xhami falë farzin, fal sunet, lexo Kur'an, po jo gjithë ditën. Mas asaj në shkon shkollë, ti shka je për shkollë, ti shka je për punë, shkon punë, ti kryej punë të tjera, kryej obligimin familjar, obligimin e prindërve to, obligimin e vladëve to nëse kia ashtu me radhë. Prandaj, thot pejgamberi alayhis salam, dora më e mirë është dora e cila ushqen vetveten me çka që punon. E pastaj ka thonë, dora më e mirë është dora e Davudit alayhis salam. Për çka? Kana ya'kulu min amali yadi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Davudin alayhis salam, se Davudi thot ka hangër prej çka ka punu me dorën e vet. Pse ka përmend Davudin alayhis salam? Për shkak se këtë pejgamber kanë punu. Ama Davudi alayhis salam ka edhe pejgamber një, të njëjtën kohë ka mbret 2 edhe zanaxhi 3. Mbret, a ka në dynjat në histori dikush që punon? Jo, qertë punojnë për mbretin. Ai gatshëm e ka. E Davudi alayhis salam nuk ka hangër prej xhamatit dhe ummetit ti, po ka hangër prej dorës ti. Edhe pejgamber, edhe mbret, edhe punëtor. Prandaj muslimani do të qenë musliman i gjallë dhe me kry këtë obligimet që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Çka duhet tjetër me pas? E përmendëm halalin, po të kundërtën e halalit harami, thot Allah në Kur'an: "Wala ta'kulu amwalakum bil batil", dhe mos e hani ushqimin, pasurinë tuaj me haram. Çka është pasuri haram? Është cilësia e saj dhe forma. Me dallavere me rrena, a është haram apo halal? Haram. Me mashtru dikan, a është haram? Haram. Me vjedh në vaga i shka punon në tezgë në pazar, a është haram? Haram. Me shit një mall që nuk e shef në thes, e shet kotroma, haram? Haram. Me shit një mall që nuk e ki pronë tja, është haram? Haram. Me shit një mall 5000 km, kur se ke po ta shes një mall? Haram është. Këtë në kalimti, se kjo është teme gjanë. Po, prandaj ti dush me pas kujdes formën e shitbleljes dhe formën e bashkëpunimit që e ke mu kanë në suazat dinit Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men ghashana falaysa minna", kush mashtron nuk është nga ne, nga ummeti. S'mundesh ti ham musliman, ham me mashtru. Ja, s'ban. Ham musliman, ham me vjedh. Shkon mbi pazar, 800 gram banana ma pagun sa harka një kilo. Në shumë të në vagave. Edhe jo është detyru dikush me shkrujt se kjo është vagë tamam. Do të ketë qerat ko kanë jo tamam, këto ko kanë tamam. E një njeri që ka ushqehet që ashtu,
A e ka përfundimin për në herës flasim në dynja? Prej në dynjat kam ju bë kancer. Ai nuk mund me jetu tamam. Njeriu i cili vjedh është prej mëkateve, nuk është mëkat i vogël kjo. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes, edhe në këtë formë, edhe në formën e mashtrimit e mos flas në aspektin e kamatës. Ai që merr, ai që jep, ai që shkruan, ai që ndërmjetson, ai që garanton, thot pejgamberi alayhis salam, laneti mallkimi i Allahut është mbi të.